74 vota kundër, abstenim. Megjithse çdo ditë po komenton pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe po i dërgon mesazhe institucioneve të drejtësisë, kryeministri Edi Rama refuzoi të përballet në kuvend me deputetët e opozitës për ankimimin që ka dërguar në gjykatën kushtetuese për këtë çështje. Partia Socialiste rrëzoi me forcën e kartonëve kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për një interpelancë me kryeministrin Edi Rama lidhur me ankimin që i ka bërë kushtetueses, ku kërkon të cilësohet i paligjshëm pezullimi i Belinda Ballukut, e cila është marrë pandehur për shkelje të barazisë në 2 tendera me vlerë 210 milion euro, por kryeministri as nuk dënjoi të shkonte në parlament. Edi Rama sot ka vendosur përsëri t'i fshihet kuvendit Shqipërisë. Kreu i kuvendit Niko Peleshi e justifikoi rrëzimin e interpelancës me pretendimin se duhet pritur vendimi i gjykatës kushtetuese. Kërkesa për interpelancë urgjente nuk duhet pranuar sepse çështja është aktualisht në shqyrtim gjykatën kushtetuese dhe është ky organ që do të jap një interpretim përfundimtar mbi kompetencat dhe ndarjen e pushtetit ndërmjet institucioneve të ndryshme. Por kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaroi se duke bërë ankimin për këtë çështje në gjykatën kushtetuese, kryeministri është bërë bashkë i pandehur. Edi Rama del dhe flet me vete të paktën 3 herë në ditë për këtë çështje. Ai vete pranon përmes kërkesës që ka çuar në gjykatën kushtetuese që është bashkëfajtor me Belinda Ballukun. Dhe kërkesën nuk e ka bërë për llogarit Belinda Ballukut, e ka bërë për llogari të vetes vet. Sepse urdhëruesi i aferës së tenderit llogaras është Edi Rama. Bardhi u ndal tek mbrojtja politike që Rama po i bën Ballukut, duke keq përdorur edhe opinionet e Komisionit të Venecias. Do duhet vi këtu dhe të sqaroj shqiptarët sepse gënjeu publikisht për llogarit Belinda Ballukut, ku na citonte vendime që nuk ekzistojnë të Komisionit Venecias. Në fakt Komisioni i Venecias në 2 opinione sugjeron në rastin e Kosovës që të shtrihet masa e pezullimit jo vetëm te ministrat, por edhe të zgjedhurit. Pse nuk e shkarkon Belinda Ballukun? Ndërsa një ditë më parë, Kongresi Amerikan ngriti alarmin për kapjen dhe dështimin e reformës në drejtësi, duke u referuar stokut të lartë të dosjeve dhe arrestimit të liderëve të opozitës, ministri i drejtësisë Besfort Lamallari u kundërpërgjigj nga kuvendi. Është Partia Socialiste dhe kjo qeveri që është vendosur të mbështesë me çdo kusht konsolidimin e saj. Por ju e dini mjaft mirë se rotacioni politik vendoset me verdiktin popullor në kutitë e votimit dhe jo me vendime gjykatash.